që të njënë me tjetërin me shkua niftar të tjetërin njënë ajmar të te që është Po bashku me zveti. Po me vasi, me pas një tjetë po ndodhin qëto sene, tash po, alhamdulillah, po, që bashkë sonte i ka blov jam rrësh 50 vetë niftari ka të thirën. A i kini njohë gratë ma herët, a ju ka zonën me mësit, është? Jo, vallohi me mësit, se si kena gjëftë dhe jetë në. Kur e ki po grunë për herët parë? Qatë në që varë. Me bo më shodhonërin ka tënë, çka? Miku kanë denue. Mishtë e dashër, jena në qytetin e Mitrovicës, por jena me disa burra një zonës me emër të madhë. Edhe këta burra të mëdhajt e cilat si cili e ka një histori të veçantë për të na treguar, jemi burrat nga shala e Bajgorës, kështu që do të bashkë bisedojmë me ta dhe do të flasim rreth traditave, kulturës, historisë dhe shumë çështje tjera që do të na informojnë për shumë njerëz që nuk i kanë ditë në zonën e shalës e Bajgorës se çfarë ka qenë atje koha, periudhat e ndryshme, historina, traditat, si kanë jetu, si janë martu, e tjera, e tjera. Do të bashkë bisedojmë me miqtë e mi nga shala e Bajgorës. Deshta më të pyetën, qysh ka qenë jeta kur je kon i ri, edhe qysh është sot. Çfarë ndryshimin ku e dim që ndryshimet mëdha në bon infrastrukturën, ndërtimtarie, në gjithçka, po ti në këtë moshë si po e shef? Për vëlloj atëhere qëre, u ko ma gjendja me fukare, ma asit po ka pos ma sëvda. Ka pos lezet, një unë me tjetër, ma asit tash pak, ma jenë larguës, a kur gjithë sen, dhe që jenë larguë qështu. E tash Ramazani, pa Ramazan për të ka plej, Ramazani është për the muslimone. është mas fari farz me nëgjinue, farz është me falë 5 vaktet, me falë taravit, me dhonë njën i tjetrit, shemull që është i vorë, me dhonë, diçka, ose sadak, ose zeqat, ose kur në fund të Ramazanit, do të me dhonë vitrat, edhe këtë vitrin, me dhonë për me dreza, naj fukareja, diçka, që ty në është bërsh me dhonë. Që të njënë me tjetërin me shkua niftar të tjetërin njënë ajmar të te që është Po bashku me zveti. Po me vasi, me pas një tjetë po ndodhin qëto sene, tash po, alhamdulillah, po, që bashkë sonte i ka blov jam rrësh 50 vetë niftari ka të thirën në restorant që të i ka. Këtë familja bashkë? Këtë familja, këtë për jemë pjesha jemë familja jemë bashkë, më atë 50 vetë jena. Niftar. E pe iftarit që të qërna shkoj me kertën e në bare, i fali të ravit me hëgjë të emën. Atje e njën vetën ma mirë, a? Ma mirë, shumë atje ma mirë që një mësu danë që të vëtë 2 vjetë. Atje ki lindën? Po, atje kum lindë, i shkova atje ma mirë. Derin cilën mosh kinejt atje ka i shpërngull tash Mitrovica i atje? Që më t'ju mardë dhe që gjdo ditë unë shkajnë bara vetë. Po, vetë drejken e fali që të ka herë, a prentën gjumoti fali në bare dajnë. Atje vetëm gjimoja falet, e prejnë? Jo, krejtë. Ti do në thotë shkanë vetëm? Gjdo ditë falet atje drejka. A ko banur tash atje? Vëllohi pak jenë ralluë. Në shumica kanë në tonë qytet? Në qytet janë ardhë, e lëshuën, e kanë njën qashtë të shpijat krejt, i kanë njën. E që shë situata tash? A ka në e farë përmirësimi, a në e farë ndryshimi? Ka, përmirësim se tash, s'pishe vetë, për para u ko ndrysh, gjamija se në qërë ndrysh është. Ka përmirësim ma të mirë, ma të aset, po, dhe qysh se doj atështë. Dashnia u konë ma modhe? Ma mirë u konë, ma aset e ka pasë, diko dashëm për Bajrama, dashëm kaj grupisht, sa ti, ta janë kush diku po shkëra janë në flamur, dashëm të njën i tjetëri. Flamuni ku që zedhe për pora? Po, vallahi, për t'inde. Si ndarësëm? Si ndarësëm, sheshet, për t'inde. Të pës pak për jetën bashkërtore, që shënë bo darsmat atëherë? Vallahi, darsmat atëherë e kena thirë, kur kënë pas me bo darsëm, ka i shinë. A nani mani me bo darsëm, po, vallahi, e në orë tajten e kanë njës darsmen, prentën jena bogatit, shtunin e orë kërëshqit për kanak, kanë bujt, njësit kanë hongër kaftjel, kërëshqit, jenë njës me shumë marubin, jenë orë dhe pet aty kanë hongër darë, kanë nejt, kanë ljujt,
Nesit janë qkepa, do, a qka i kanë do me që krabot në otë, kanë nejt, edhe të nesit kanë halë mërësil, kështë kulloqin një. Ti ta kulloqin? Po, a? Do më 5 dit pas ka zgjo dosmi, a? Po, vallohi, ka zgo dorsëm, atër jeshi, e tash s'ka dorsëm. Rethonat kushte që shën kona atër me boni dorsëm, në aspektin ekonomik, Po, në kur financiar. që u koni maj dvorëthëm, i kanë një mu këjshia. I kanë një mu këjshia, vesh me bo dorsëm, ka po Një solidarizu me zvete. Po, krejt, e ka rasi, ka një muë, e ka po dorsëm, shemull, unë s'kom posëm, ka një muë tjetër, ja. A i tjetër ka posë, ka një muë toni, ka një muë fije që ashtu, veç me po dorsëm, s'mo do veç a i pa po dorsëm. A i kini njohë gratë ma herët, a ju ka zonën me mësit, shte? Jo, vallohi me mësit, se si kena gjëftë, e jatë natë. Kur e ki po grunë për herët porë? Qatë natë që uarë. Qatë në qërë? Po, vallohi. Edhe atër befasia, se pak kështu që ti është të di. Se jo, atër si kena po. Po dhe se atër me mësit jenë bo. Me mësit se me bo më shodhonë rënë katën E çka? miku kanë denue. Se e ortin katën pa e E qëshini bazu atë në bazë, shemull cilat kanë qenë ato kriteret për me zoni robo, këshirë familja, boba, Jo, rretja. vend siti. Po mësiti, po kur ka shku, shemull të filoni, a keni këqyrë qëfar familje, Po, kana vetë, ka vetë që shotë, që ka vladnine, ka i ka dojtë, ka i ka kretë familjen, që shotë, kretë ka vetë. Edhe ta e ka që pëtë, po, ka që mësitin, ja ka bu parajnë. Sa vjetë i ki posë kër i martu? 24 vjetë. 24 vjetë. Sa familje, fmi, nipa, sa sojnë i tash? Jena konë bashka latë 67 antarë, jena konë një shpi. Kër ju martu. 67? 67, një familje jena konë. Familje e madhe. Po, në shalë s'ka pos me madhe. E me qka kini pënu, me qka kini marën? Me fush bëjtësisë, ma shumë të baba dhe migja kanë punu në Trepqe. Trepqa? Po, atër se kresisht to. Trepqe kanë punu në zetarë. Ta nejdi kur jena hjedhe, na? Në 72 një hjedhe unë në Trepqe. Sa ki pënu ti? 20 vjetë. Derin mosat e dhënë shumë? Po, dhejshë, vetë në qëtën mos kanë punu. E tasht sa, ki familje, djel, vajza? I kam 2 vajza, 3 djem. Të martu më kret? Po, të martu më kret janë. Me nipa, me vesa? Po, kret. A jetojnë këto, jashtë? Jo, një djale kam jashtë, tjertë këto. Tjetë këto, a? Po, edhe vllaznin këto i kam. Punojnë. Tho ma herët se u konën ma knatësi e madhe, po pse sot nuk është ajo? Ti që sheshen kitë moshën tonë, pse sot nuk është ajo? A interesi, a parja, a puna, stresja? Veç interesi e ka rrugë gjithë kollë, edhe që thaj për dorshma. Tash me i bojnë dorshma në restoran. Në restoran për pleqë sashtë, fëminë si marrin. Dhe një rinje, Do më thonë, po dorshën për qef qiftit? Po, qashtë, valë veç për qef. E pleqë aty s'po më shkëjnë. Apo mund me shku ti ndorsë? Vallohi, kur halosim shumë në restoran. Jo, muzika madhe... Ja, hez s'ma mërmenja, hez me shku. E familjen se nali. Po jo, familje. A vetë, ja. Vetë është qaj. Shoqën a ki gjallë? Po, elhamdulillah. Shqyqër, hala, mirë, shtash? Ja, mirë, elhamdulillah, mirë, hala. Jetoni tash Mitrovic, në qytet? Po, në Mitrovic, jetëm si të delë që tash ka përca Ramazani, apë e dalë në ven atje. Tash pranë vera, atje jetë, gjallënia. Po, atje dalë me herë, që kom ymer. Dhash Zoti edhe shumë vjetë ymër, me shnet e me të mirë aty e gjithë familjes e falenderit shumë. Shumë falenderit. Falenderit. E të falja tonë e inshallah ka bullë Ramazani u bëhet krejt muslimanve. Inshallah. Falenderit. Mishtë të dashur e pam një histori me shokët e mirë ta në Mitrovic. Na tregoj pak për rrethonat e jetës që shkanë qenë si janë dhe situatën tash më të kaluarën, por sigurisht se ne si tri nuk i moment gjitha ato kohë, por është mirë shpesh që të kujtojmë dhe të dim se si kanë qenë gjyshri tonë, baballarë tonë, çfarë jetë kanë bënë, çfarë kushte kanë jetuar, siç na tha edhe zotëriu këtu. Unë ju përshëndes nga Mitrovica e shihemi në storjet e radhës në qytetet tjera të Kosovës.